Kryeministri Edi Rama ishte në Vlorë, atje ku zhvilloi një takim me drejtuesit e bashkisë dhe deputetët e qarkut, duke rikthyer kështu vëmendjen drejt qytetit ku më parë ka qenë edhe ligjvënës. Takimi ka zgjatur rreth 90 minuta, por duket se diçka nuk ka shkuar sipas pritshmërive të kreut socialist njëherëzi edhe kryeministër. Një video e publikuar nga faqja Disidentët tregon kryeministrin Rama që ka reaguar në një mënyrë jo normale në publik, duke ju drejtuar një grupi personash mes të cilëve edhe kryebashkiakja Bruna Mersini. Nuk dihet se çfarë ka ndodhur konkretisht, por nga pamjet kuptohet një shpërthim i kryeministrit që me duar i drejtohet grupit që ka përballë. Të bërtitura apo sharje është e vështirë të kuptohet, por nga pamja dallohet kryeministri Rama që shfaqet i nervozuar, ndërsa ata që qëndrojnë jo larg tij duken të shokuar. Rama i drejtohet me duar, më pas tregon me gisht diçka në një moment që tregon se takimi me drejtuesit e bashkisë dhe deputetët ka qenë ndoshta një katastrofë. Skena ka zgjatur disa sekonda dhe më pas Rama largohet me automjetin e tij. Kjo nuk është hera e parë që kryeministri shpërthen ndaj të vetëve duke shprehur pa kënaqësi, por njëherëzi momente të tilla tregojnë se Rama ka humbur qetësinë. Dhe kjo qetësi e humbur tregon se gjërat nuk shkojnë aq vaj për kryeministrin, veçanërisht me të tij.